Kritikave se Partia Socialiste po shkon drejt 11 majit pa program për fondin, kryetari Edi Rama ju përgjigj me certifikimin që i ka dhënë BE për realizimin e detyrave deri në vitin 2027, e më pas me antarësimin në Union. Gjatë një takimi me pensionistët në Gjirokastër, shpjegoi se të gjitha objektivat për vendin janë bazuar në rritjen ekonomike, madje shtoi se me fondet që Bashkimi Evropian do të jap pas antarësimit dhe përfitimet e moshës së tretë do të rriten. Një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Të njëjtin objektiv ka dhe për mësuesit, me rritje page deri në 1200 euro. Plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1200 euro. Njoftoi se do të rrisin dhe moshën për check-up-et falas. Kemi një tjetër gjë që është një kërkesë e shumë pensionistëve për të rritur moshën për check-upin falas, dhe do ta bëjmë këtë gjë. Edhe në qytetin e Gurt, kryesocialisti nuk i harroi ironit me opozitën. Se kanë paguar lekët e dynjas për atë Latifin, e keni parasysh. Mar Latifin. Edhe magjistarin, e keni dëgjuar që thonë magjistari? Latifi kishte kandidatat janë Amerikë, këtu kë ka kandidat? Kërkesës për të dalë në një debat televiziv me kundërshtarin e tij politik Sali Berisha, i dha këtë përgjigje. Me këtë bëj debat, me bufin e knetës bëj debat, pa jenë vetë, as jenë vetë. Dhe njëherë bëri thirrje që vota ditën e zgjedhjeve të shkojë për Partinë Socialiste.